këtë pranverë në komunën tonë dhe për s'ket vështirësive të mëdha që kemi posë në fakt me ju e dini me aspektin financiar, me kontratën kolektive që jo vetëm Vidinja, po e gjithë Kosova, gjitha komunat e Kosovës e kanë, ka komuna që fatikisht buxheti ju ka marrë i tëri, ju ka marrë nga gjitha pozicionet dhe nga shërbimet e modhat dhe nga subvencionet dhe nga investimet kapitale, nga gjitha zërat buxhetor. Vidinja e ka rrit disi të arruj kontinuitetin e punës, sidomos me projekte ndërkombëtare që i kemi vërtet që janë duke u zhvilluar me Bashkimin Evropian, ne kemi projektin e cross borderit për turizëm që jemi duke zhvilluar një projekt i shkëlqyeshëm, projekte të tjera, projektin e inkubatorit, zona ekonomike ka filluar atje dhe po bëjmë projekte të tjera në implementim me sipër që i kemi të ujësjellësve në disa fshatëra. Gjithashtu do të fillojmë shumë shpejt projektin e trotuarëve që kemi vazhdimsi të rrugëve rurale bujqësore, të rrugëve rurale të asfaltuara dhe gjithashtu kemi filluar projektin për fat mirë me Bongë Botnore, projektin për shtimin e kapaciteteve të ujit në Letnis, që ka vlerën 6.5 milion, është një projekt i shkëlqyeshëm me cilën kemi bashkëpunuar, kemi punuar një kohë gjatë dhe i cili ka filluar me implementu natyrisht udhëheqjen në implementimin e projektit e ban vetë investitori. Po, dhe kryetar, si qëndrojmë me këtë pjesën e rrugëve, pra ka pasur fillimisht disa shqetësime për tek në Dobresh, Dvitis, pra si qëndrojmë këtë pjesën e asfaltimit rrugëve, janë të dëmtuara, janë në procedurë, çka pritet me u rregullu këtë vit? Rrugë të dëmtuara në vitin më tregu drejtën nuk ka, është pak rrugë ka që mund të jenë